Këshilli Bashkiak i Shkodrës zhvilloi mbledhjen e radhës ku miratoi një sër projekt vendimesh që prekin fushat e ndihmës ekonomike, strehimin social, administrimit të pronave publike, pyjeve dhe planifikimit buxhetor të bashkisë. Mbledhja nisi me 1 minutë heshtje pas ngjarjes së rëndë në Postrip, ku humbën jetën nëna me 2 fëmijët e saj të mitur. Mes vendimeve të miratuara ishte përdorimi i fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin qershor 2026. Këshilltarët miratuan gjithashtu listën e subjekteve që kërkojnë të njihen si posedues jo pronar, së bashku me plan rivelimet e sipërfaqeve përkatëse në zonat e zhvillimit të Bashkisë Shkodër. Paketa e maleve nxiti debate mes këshilltarëve ku opozita votoi kundër. Kjo procedurë i hap rrugë tjetërsimit të pronave dhe i hap rrugë në një stad tjetër blerjes me 1 euro për metër katror çmimit simbolik të këtyre pronave. Dhe procedura nuk kthehet më në Këshillin Bashkiak. Duke mos u kthy më në Këshillin Bashkiak, atëherë ti hap rrugë tjetërsimit të pronave. Patjetër që paketa maleve ne që në fillim e kena thënë që dhe ashtë realisht një projekt korruptiv dhe tjetërsues të pronës. Sikur administrata e bashkisë, antarët e Këshillit Bashkiak që votojnë pro, ju vetë të kishit kenë kaq të vullnetshëm me zanin, me i dalë zot pronave të atyne pronarve që alon nuk i njifet nga shteti prona atyne, kja do të kishte kenë dhe ky do të kishte kenë shërbimi më i madh që ju do të kishit bë në radhë parë vedit, detyrës që ushtroni dhe qytetarëve që përfaqësoni. Po nuk jena na këtu për me më plëcu teket e Partisë Demokratike, as Partisë Së për qytetin e Shkodrës, dhe qose janë për të mirë atyre qytetarëve, që zhvillohet vendi shumë mirë është. Në mbledhje u la miratimi edhe për transferimin në pronësi të Bashkisë Shkodër të pasurisë me numër 316, volum 6, F48, ZK 1209, aktualisht në pronësi të shtetit. Një tjetër vendim lidhet me dhënien e pëlqimit për dhënien me qerat të ekonomisë pyjore, Prue Mos Sheldi, në njësinë administrative Rrethina, për vijimin e funksionimit të antenës së komunikimit të kompanisë One Albania. Pashtu miratua lista përfituesve dhe masa subvencionimit të interesave të kredive për individët dhe familjet që përfitojnë banesa me kosto të ulët përmes kredive të lehtësuara nga shteti. Këshilli Bashkiak miratoi edhe gjerësinë e zonave të rezervuara për varrezat, tavanet përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2027-2029, si dhe ndryshimin e pjesëshëm të një vendimi të vitit 2009 që lidhet me transferimin e pronave shtetërore në pronësi të Bashkisë Shkodër, përfshirë ndryshimin e destinacionit të pronës shkolla industriale dhe konvikt.